Një sasi tritoli ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në një lokal në Tiranë duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Do të lidhem me Gjensila Kodrën për më tepër informacione. Gjensila, përshëndes, si ka ndodhur kjo ngjarje vendosjes së tritolit në lokal? Gjensila, më dëgjon? Presim pak momente, sa po të bëhet lidhja audio me kolegen Gjensila Kodra. Nuk e di, më dëgjon tani Gjeni? Mirë, do të vjojmë të jemi në këtë transmetim të drejt për drejt e kësa presim raportimin e kolegës Gjensila Kodra, bet fjalë për një sasi tritoli që ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në një lokal në Tiranë duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Për këtë do të asnjëroj për detajet dhe informacionet Gjensila, ndërkohë që pastaj do të flasim edhe për një tjetër ngjarje të ndodhur në kombinat. Gjithsesi, përqendrohemi tek ngjarja e parë. Gjensila, më dëgjon tani, si ka ndodhur, detajet të lutem nga vendosja e tritolit. Po, Nisida. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne, në një zonë të jo pak të populluar pra nga banor të shumt, ka ndodhur një shpërthim i dyshuar me lëndë plasës e tritol. Duke referuar një burime zyrtare në pak nga grupi hetimor, mësohet se lënda plasëse është vendosur në pjesën e motorit të kondicionerit të një marketi të zonës, por që në fakt pjesë e këtij ambienti është ngjitur edhe një lokal. Të dy këto ambientet, pra si marketi, ashtu edhe lokali janë në pronësi të dy, njëri prej tyre i vëllezërve dhe tjetri i babait të dy vëllezërve, Aldo dhe Alilika. Këta të fundit tashmë të shpallur në kërkim nga ana e policisë së Tiranës në lidhje me një ngjarje tjetër të ndodhur në datën 18 maj dhe duket se hakmarrja mes këtyre dy ngjarjeve në fakt dhe mes dy grupeve duket se po vijon. E fillimisht në këtë ngjarje mund të themi se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale dhe sasia e lëndës plasës e vendosur nga një person ende i pa identifikuar është vendosur në formën e një kërcënimi apo për shkak të hakmarrjes. Kujtojmë që në datën 18 maj, në afërsi të banesës Kejdi Spaja, një person i cili tashmë është arrestuar nga ana e policisë, u plagos i cili ndodhej edhe në shoqërinë e efektivit të policisë Angelo Kumaraku dhe ky i fundit mbeti i plagosur. Dhe pikërisht për këtë ngjarje, policia në atë kohë shpalli, pra vetëm pak ditë më parë shpalli në kërkim dy vëllezërit, Aldo dhe Alilika. Pikërisht këta dy persona janë autor të dyshuar të ngjarjes së ndodhur në datën 18 për shkak të një konflikti për çështje borxhi, për një borxh të pashlyer që kishin me Kejdi Spaja, teksa ky fundit ndodhej me mas sigurie arrest në shtëpi për armbajtje pa leje, me akuzën e armbajtjes pa leje dhe kishte thyer këtë mas sigurie. Por nga ana tjetër, duket se pikërisht kjo ngjarje e ndodhur në datën 18 është tashmë vazhdimsi apo vijimsi, mund të themi, e shpërthimit me tritol në biznesin e ndodhur mëngjesin e sotëm në Tiranë. Dhe konkretisht, lënda plasëse dyshohet se është vendosur nga një person i cili është fiksuar nga ana e kamerave të sigurisë të biznesit, por edhe të rrugicave përgjatë zonës, ku në fakt nuk mundet të shquhet i plot identiteti apo një identikit i tij, por vetëm lëvizjet e autorit të dyshuar. Ai ndodhej vetëm dhe menjëherë pasi vendos lëndën plasëse në motorin e kondicionerit, largohet menjëherë prej andej. Siç e përmenda edhe më herët, të dy këto biznese, pra si marketi ashtu edhe lokali, janë në pronësi të familjarëve të dy vëllezërve Lika. Konkretisht marketi është në pronësi të babait të dy vëllezërve Lulzim Lika, ndërsa lokali është në pronësi të vëllai tjetër, pra të djalit tjetër të familjes. Për këtë ngjarje nuk ka ende një identitet, mund të themi, apo një identifikim nga ana e policisë si autori dyshuar, ndërkohë që grupi hetimor i ka lidhur pra të dyja këto ngjarje si një prapavim mes njëra tjetrës, si pistë kryesore ajo e përplasjes mes të dy protagonistëve pra të kësaj ngjarje, por njëkohësisht mes përplasjes së dy grupeve, një ngjarje e nisur në fakt apo një konflikt i nisur disa muaj më parë për mos shlyerjen e një borxhi nga ana e njërit prej dy vëllezërve në drejtim të Kejdi Spajës.
Gjensila, një tjetër ngjarje ka ndodhur në kombinat ku pas një sherrit qastit është plagosur me thik një person. Çfarë dihet rreth kësaj ngjarje? Në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne, në fakt njësida kanë qenë dy persona, të dy shok me njëri tjetrin, përkatësisht 55 dhe 61 vjeç, të cilët në zonën e shumë pranë banesave të tyre, në fakt në zonën e kombinatit kanë qenë duke konsumuar kafe, por edhe dyshohet të kenë qenë nën efektin e alkoolit. Dhe për këtë arsye, në një debat i çastit dhe për motive të dobta sipas verifikimeve dhe hetimeve paraprake që policia dhe efektiv komisariatit nr. 6 kanë marrë nga dëshmitarët okular në vendngjarje, më pas 55 vjeçari kanë nxjerr pra në debate sipër kanë nxjerr thikën që mbante me vete dhe ka plagosur shokun e tij. Sipas burimeve, mësohet se i plagosur ka ngelur 61 vjeçari identifikuar si Abedin Alushi. Ai ndodhet në spitalin e traumës, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtimin e duhur. Ndërkohë, policia pas disa minutash nga kjo ngjarje ka arrestuar edhe autorin e dyshuar, të cilit ju gjet dhe ju sekuestrua edhe thika me të cilën kreu plagosjen që e mbante në xhep. E konkretisht në pranga është vendosur Eugend Mersini, ndërkohë nga deklarimet paraprake që ka dhënë para grupit hetimor ka pohuar se nuk po mbante mend se çfarë kishte kryer, kjo për shkak se edhe në efektin e alkoolit që dyshohet se ndodheshin të dy këta persona. Gjithsesi, për të sqaruar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje apo motivet konkrete të plagosjes, grupi hetimor do ta marrë sërish 55 vjeçarin në pyetje për të dhënë një deklarim edhe më të saktë dhe për të identifikuar, mund të themi, apo për të zbardhur në këtë lloj forme edhe motivet kryesore që çuan në plagosjen. Por paraprakisht dëshmitarët okular që ndodheshin në lokal në të njëjtin ambient pra me dy shokët 55 dhe 61 vjeç kanë pohuar se janë zënë fillimisht me fjalë banale me njëri tjetrin dhe më pas i gjithë sherrri degradoi në përdorimin e thikës. Faleminderit Gjensila për informacione. Faleminderit ju.